Në një vendim të prerë, gjykata e posaçme ka shpallur pafajshëm Eglantina Zeren, Riviola Baxhën, Enkelida Qytën, Bruno Koçin dhe Kristo Zhalatin për përfshirje në shkelje të barazisë në tendera në një procedurë që daton nga viti 2019. Sipas akuzës, këta persona kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për 2 operator ekonomik fitues në tenderin me objekt rikonstruksioni sheshit të parkimit e Selman Stërmasi, një procedurë e zhvilluar me 1 tetor 2019. Eglantina Zere, në cilësinë e titullare së autoritetit kontradiktor Tirana Parking, një institucion në varësinë e Bashkisë Tiranë, bashkëpunoi me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Riviola Baxha, Enkelida Qyto dhe Bruno Koçi, si dhe anëtar të njësisë së prokurimit Kristo Zhulatin për të favorizuar në mënyrë palishme 2 kompanit, VAS Construction SHPK dhe Roku Gues SHPK. Gjykata ka dënuar Eglantina Zeren me 8 muaj burg, ndërsa të tjerët me nga 6 muaj burg secili. Në këtë rast, trupi gjykues nuk pranoi asnjë nga kërkesat për pezullimin e dënimit me burg në shërbim prove apo alternativa të tjera si punë në komunitet, duke vendosur që masa të ekzekutohen në mënyrë të plotë. Ky vendim nënvizon angazhimin e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin dhe shkeljet e parimeve të barazisë në proceset publike, duke angazhuar një mesazh të qartë për ata që përpiqen të favorizojnë subjektet caktuara në tendera në dëm të konkurrencës së ndershme.